I akuzuari i tretë në çështjen e vrasjes së Liridona Ademajt, Kushtrim Kokalla, ka dhënë dëshmi para trupit gjykues të gjykatës së Prishtinës, duke rrëfyer versionin e tij të ngjarjeve të 29 nëntorit të vitit 2023. Kokalla ka deklaruar se gjatë takimeve me bashkakuza Naim Murselin dhe Granit Plavën nuk është diskutuar asnjëherë plan për kryerjen e vrasjes. Ai ka pranuar se në një takim në një pikë karburanti, Murseli kishte ndarë para me të dhe Plavën, duke pohuar se bëhej fjalë për një kredi me interesa të Murselit. Gjithashtu, Kokalla ka treguar se bashkëshorti i viktimës i kishte kërkuar të kryente vrasjen, por ai kishte refuzuar këtë kërkesë. Dëshmia përfshiu edhe ditën e ngjarjes, ku Kokalla konfirmoi se qëndroi në hotel me Naim Murselin. Ai ka mohuar kontaktet e mëtejshme me Granit Plavën atë natë, duke theksuar se kishte refuzuar ftesat për takim. Në lidhje me parat, Kokalla ka pranuar se disa deklarime të tij në polici nuk janë reflektuar plotësisht në proces verbal, por ka mohuar të ketë pasur oferta për kryerjen e vrasjes. Kjo seancë pritet të ndihmojë gjykatën në sqarimin e rolit të secilit prej të akuzuarve dhe në përcaktimin e përgjegjësive lidhur me këtë krim që tronditi komunitetin në Prishtinë.